Në një rrëfim prekës në se luan topin me Erion Arusin, këngëtarja Sheila Haxhiraj ndau një nga momentet më të vështira të jetës së saj, humbjen e vëllait Henry Haxhiraj. Vetëm përmendja e emrit të tij e solli menjëherë në lot. Gjithmonë më ka përkrahur në mënyrën e tij. Më mungon çdo ditë. Mbeta pa gjysmën time fizikisht, por e di që ai është drita që më mban sot, tregoi Sheila. Ajo foli për dhimbjen e madhe që ende e shoqëron dhe për momentin dramatik kur e gjeti Henryn pas aktit fatal. Nuk munda të bëj asgjë. Ai moment është pengu im më i madh, rrëfeu artistja, duke shtuar se familja e tyre ende kërkon përgjigje. Sheila mohoi lajmet që qarkulluan pas ngjarjes, duke theksuar se Henry nuk vuante nga depresioni, por se gjithçka ndodhi si pasojë e një momenti të papritur trazimi. Rrëfimi i saj është një thirrje për të folur më shumë, për të parë më shumë dhe për t'i kushtuar vëmendje njerëzve që duam, edhe kur ata zgjedhin të mos tregojnë asgjë.